Në fshatin Kamenic po kryet rikonstruksioni i kanalit kryesor që mbledh përrejnë e zonës, një investim i Bashkisë Korç me fondet e emergjencave civile. Ky kanal prej vitesh ka qenë problematik, pasi shpesh uji dilte nga shtrati gjatë rreshjeve, duke shkaktuar shqetësime për banorët. Banorët e zonës shprehen se kishin kërkuar një investim të tillë prej kohësh dhe janë të kënaqur me ndërhyrjen, e cila do të shmangë përmbytjet dhe rrezikun për shtëpitë e tyre. Kur vinte ju kësoj dilte mbi këtë urë, edhe mbi atë poshtën e xhadeja, mbi të mbiuaj methet për Korç rrugën. Domethënë rrugës është dilte buza mbi buzë. Tash që u bëhesh çik më mirë. Jeni të kënaqur që po ndërhyet? Po shumë. Se kërcete mbi rrugën, ku vinte lumit se ka prejnë shumë, dilte mbi këte, edhe vinte edhe këto rrugën, s'kalonin dot. Ishte shumë përmbytje. Po të gjente të një, që të shumë mirë të për para. Kjo ndodh se çdo vit? Ku vinte lumit, do me thamë, ku bindin në shira shumë, bindin në shumë dhe mirë të këto. Po problemi kishte, jo, si ishte rrugua, që të them. Kur kishte shira, kishte prurje? Dilte, 2 anën dilte. Ndërhyrja po realizohet në një gjatësi prej 585 metrash me betonizim, ndërsa 210 metra do të mbrohen me gabione, duke garantuar një menaxhim më të mirë të ujrave. Pas përfundimit të punimeve përgjatë kanalit, do të bëhet sistemimi i hapësirave me gjelbërim dhe ndërtimi i një trotuari, duke përmirësuar jo vetëm sigurinë, por edhe kushtet e jetesës së banorëve.